Zonja Ministre, do t'ju kaloj me njëherë fjalën për përgjigje. Zoti Ball. Faleminderit kryetar, zonja kryenegociatore, nderuar antar të grupit të ekipit negociator, më lejoni t'ju shpreh vlerësimet më të larta dhe mirënjohjen për punën e deri tanishme. Shqipëria ka thyer një rekord si asnjë vend tjetër më parë në rrugtimin e saj për mbylljen e negociatave, me ambicien ton sfiduese për të mbyllur këto negociata brenda Krishtlindjeve të vitit të ardhshëm. Një target dhe objektiv të jetë ambicioz, por që me këtë ekip të shkëlqyer që ju drejtoni, unë kam bindjen e thellë që ne do t'i arrijmë, ndërsa ne si kuvend duhet të shohim rolin ton të domosdoshëm për të qëndruar strikt atyre afateve. Dëgjova këtu me vëmendje ndërhyrjet e disa kolegëve të opozitës, e ndërta që kritikonin kryenegociatoren, ministrin e shtetit, sepse nuk i është vënë në dispozicion lista e ligjeve që synojnë për afrimin. Po çdo deputet e ka listën e ligjeve përpara. Ajo publikohet në faqen web të kuvendit. Çdo ligj që sapo mbërrin, për ata që ende nuk e dinë, edhe mund të kenë vite këtu, po se kanë mësuar, kryetari i kuvendit njofton në seancë, kur ti e ke menjen ta marrësh fjalën për procedurë, për të rrokanisur kokat e të tjerëve, dëgjo se të thuhet se çfarë ligjesh kanë ardhur në kuvend. Dhe pastaj aty ke dhe ligjet që kanë tabel për afrimin. Të paktën që nga viti 2007 e mbrapa, pasi firmosën marrëveshjen e stabilizimit dhe asociimit në vitin 2006, kjo është praktika. Ti shet, ka tabel, s'ka tabel. Dhe për ata pastaj që janë udhëheqësa, që marrin pjesë në konferencën e kryetarëve, është më e pafalshme akoma, që e din fare mirë se e kanë përpara, u avejnë shërbimet e kuvendit dhe i thotë këto janë ligjet që kanë tabel për afrimin, që synojnë për afrim legjislacioni. Madje ka dhe aderim në marrëveshje apo konventa që thuhet që përmes kësaj synohet për afrim, siç kishim me datë 7 maj një prej tyre. E kam thënë në një debat kuvendor, po e them dhe sot. Ja ku është lista e ligjeve që kanë synuar për afrim me legjislacionin komunitar. Gjejeni veten të njëri prej tyre dhe t'ju them bujrum faleminderit. Një vot ngrej njerë një karton jeshil për Shqipërinë në antarët Bashkimit Evropian. Thuaj, po jap dhe unë një dorë, po ve dhe unë i tull. Ta ve dhe unë i tull, aty të them që kam kontribuar dhe unë, që kam dhënë një vot. Ju dashnorët e dashamirësit e antarësimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kaq duhet. Dhe ta mbaroj unë. Prandaj i referohem vlerësimeve të jetë pozitive që vinë nga komisionerja Marta Kos. E dini ç'thot Marta Kos? Shqipëria shembulli më i mirë i fuqisë transformuese të zgjerimit. Hej shkreti ti, kur ta marrësh vesh. Nëse. Malizi i ka nisur bisedimet në qershor 2012. Edhe ati që i shërben ti, që është deputeti ati që ishte atëhere, që i mban çantën, është
gjë tjetër. Por presidenca shqipriote dhe ajo daneze mbaj mend e vlerësojnë progresin e Shqipërisë si shumë breslënës. Dhe Kaja Kallas përgjigjes së kolegu tim Malaj pak javë më parë ishte një përgjigje, do thoja ushteruese për gjithë ta që luten që Shqipëria të dështoj. Shqipëria është antar, duhet jetë patjetër dhe do jetë patjetër antar e Bashkimit Evropian dhe madje tha që ne duhet fillojmë përgatitjet se si Shqipëria ndoshta duhet jetë gati për të pasur kandidatët e vet në zgjedhjet europarlamentare të vitit 2029. Patyshim, po shqyr që s'do të kemi ty atëherë. Prandaj, për thëna gjitha këto, zoti kryetar, sa i përket u përmend këtu raporti i Afetit. Raporti i Afetit është një rezolut e përgatitur nga raporteri Shider, i cili në prezantimin e raportit të vjetshëm në qershor apo korrik në aulën e Strasburgut e konsideroi Shqipërinë si vendi më i avancuar, pararoj nëse do t'i referohesha fjalës fix, po ndoshta nuk qëndron front runner, po ju përdora një term të kohës Tritanit, në kuptimin kështu të ndoshta jo shumë po lokomotiv nëse do ti. Tani e fundit, zoti kryetar, se pash që ka pastirma pas fjalës time, ka një rregull parlamentar që buron nga Parlamenti Britanik. Kur deputeti që bën pyetje ministrit nuk ndodhet në sallë në kohën e përgjigjes, ministri nuk është i detyruar të përgjigjet pyetjes. Dhe këtë e kemi po të duro më djalë, duro më vëlla, se keni skeq me 6 muaj edhe po përgjigje pyetjes time. Dhe rregulli është në të gjitha parlamentet për ta ditur, nëse deputeti që bën pyetje nuk është në sallë në momentin që është përgjigja, ministri apo pala kushdo qoftë nuk është i detyruar të përgjigjet. Faleminderit zoti kryetar. Po, zoti Balla, vërtet mendoni që deputetët që bën pyetje i kishin për të marrë përgjigje? Jemi për Jelce, për Facebook,